zhvillimor komunal deri në 2019 që ka skadu afate ati plani zhvillimor komunal nuk e ka. Tani më jemi në transformim dhe po besoj që kemi me bë transformimin e komunës Shtimes. 37 hektar të zonës ekonomike që janë tani. Unë sa kam qenë drejtori i zhvillimit ekonomik, gjatë 3 vite të asoj pjese, është dashur me marrë ndëgjime publike, është dashur me bë 15 pëlqime për atë zonë ekonomike, kur ka ardhur me marrë statusin e zonës ekonomike, problemi ka qenë PZK-ja. Kur kemi shku me marrë pëlqimin të Ministria e Bujqësisë, ajo zonë është zonë bujqësore. Pse nuk na kanë lënë me marrë statusin e zonës ekonomike, është pse se kemi PZK-n. Qytetarët e komunës Shtimes e din, edhe sa kam qenë drejtar, edhe kur t'jam kryetar i komunës Shtimes, transformimin e Shtimes do ta bëjmë duke filluar nga zhvillimi ekonomik. Pse nga zhvillimi ekonomik? Pse nga zhvillimi ekonomik? Ne kemi pas investitor shumë të mëdhaj. Edhe i kum pritur në zyre shumë investitorë që janë kanë edhe nga jashtë edhe nga brenda. Zona ku gjendet ajo pjesë e zonës ekonomike lidh 3 qytete të mëdha. E lidh me Lipjanin, e lidh me komunën e Ferizajt, edhe është qasja atje ku do të bëhet autostrada tash e re që do të ketë kyçe në rrugën Ibrahim Rugova. Edhe diçka tjetër. Me përgjithësi të plot po e tham. Edhe sa kam qenë drejtar. Asnjë qytetar që ka qenë në zyrën time, drejtorisë që i kam qenë në asnjë moment kur nuk është kthy mbrapa nëse ka pas kërkesa. Për 3 vite buxhetin e komunës ku e kum drejtuar e kum gjetë me 30 mijë. Kur kum dalë prej asoj zyre, me bashkëpunime e kryetari Aliu që i kemi pas ndërkombëtare, tani buxheti është afër 1 milion euro. 800 fermer kanë përfituar prej asoj zyre. Ato i kemi bërë edhe me ambasadën zvicerane, edhe me organizata gjermane, po edhe me përfaqësues të organizatës së ambasadës suedise. Këto do të jenë ato që do t'i bëj unë, po që si jam kryetari i komunës. Këto janë investimet të mëdha që bëhen në komunën e Shtimes, edhe vazhdojmë transformimin edhe për bujqësi, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për arsye. Shabani ju, po. Mbeta borxh. Mbeta borxh, një sekond kushtrim. Gjithë kemi mbetur borxh edhe do t'ja shlim borxhin shikuesve. Ju dëshironi më shumë të merreni me projekte, edhe me të ardhmen nuk dëshironi të bëni pjesë e përplasjes politike. Jo, unë jam i përgjegjshëm për ato që e flas. Po. Kalurën kemi lënë të kalurës. Unë po flas për të ardhmen. Besoj që kam e fol për të ardhmen. E ardhma ju përket qytetarëve të komunës Shtimes që do ta bëjmë realitet. Komuna Shtimes vetëm me regjistrimin e fundit të popullsisë prej 5 viteve i ka humbur afër 4-5.000 banor. Ne dëshirojmë qytetarët e komunës Shtimes me ne në qytetin e Shtimes, jo mu largu pi qytetit Shtimes. PZK-ja, plani zhvillimor komunal, është një kushtetut, sikur që është në Republikën e Kosovës, është PZK-ja për komunën e Shtimes. Aja i rregullon shumë çështje në komunën e Shtimes, edhe bën qytetarin e komunës Shtimes me nejt atë, me punu atë, edhe ato biznese që janë atë, me post çka me bën, edhe në planin e rregullues, edhe në aspekte tjera. Kom me borxh diçka kundër kandidatëve nga PDK. Edhe unë kum borxhi kemi mbet secili. Jo, edhe për vetëm pak. Zoti Aliu dhe zoti Ramusa, vetëm pak. Replik. Po replik s'mundet se s'ka fol për replik. Një duhet flet, do me demantu. Ideja është kështu. A e vijojmë më tutje me përplasje politike, apo dalim me ofertë? Dy sqarime, sepse vetëm shtimianët e meritojnë ofertën. Shtimianët e meritojnë edhe të vërtetën. Natyrisht. Dëgja, vetë duhen të sqarojmë. Është zoti Aliu që manipulon me shifra. 2 qershor 2025 deklaron endi special 6.3 milion euro. Që këto deshta me Allah, këtë qarim, se i mbeta borç. 17 janar 2023 deklaron 8 milion euro. 23 agost deklaron mbi 12 milion euro. Në këtë formë kë i fryn investimet, prej 6.3 milion euro në kam dhe kontratën këtu, që është lidhë, prej 6.3 milion euro kë fryn e ban mbi 12 milion euro. Kë është abuzim. Kë është manipulim me qytetarë. Si vjen në orë të punës, ju thet
kabinetit që ka për 2012,